Shpërfillja e mbikalimeve nga këmbësorët në autostradë rezulton me pasoja të rënda për qarkun e Fierit. Në pak muaj, 2 shtetas kanë humbur jetën si pasojë e përplasjes nga automjetet teksa kalonin rrugën përmes trafikndarësve. Një grua 75 vjeçare përfundoi në spital me plagë të rënda mëngjesin e 13 korrikut teksa tentoi të kalonte nga një ranë e rrugës në tjetrën në autostradën Rogozhin-Lushnje. 50 metrat nga mbikalimi që shihet pas meje deri tek vendi i aksidentit më të fundit në autostradën Rogozhin-Lushnje përshkuhen për 1 minutë. Por një 75 vjeçare nga fshati Zham kërkoi t'i kursente këto 60 sekonda duke kaluar rrugën përmes trafikndarëses. Tani po lufton për jetën në spital. Të dhënat nga policia rrugore në Fier flasin për një intensitet të lartë të frekuentimit të autostradave nga këmbësorët banor të zonave përreth, ku në pak muaj kanë humbur jetën 2 shtetas. Po jo, se do bëj eksperiment unë me vetën time, që duke qenë po të shbora jo aty, ajo shbora të marrë fiks për po. Duan të shkurtojnë kohë ndonjëherë, po... Po që shkurtojnë kohë, ma janë, nuk e di, që të themo, nuk e di. Po që ti vetë personalisht... Tu kaloj, nuk om lojnë qunat. Pse qeveria ka bo shkalltu, nuk e pse dalë që ati. Ata iki me 90 norë. Rrezikon veten. Rrezikon veten, merr pjatë dhe shoferi. Se pa përgjegjshmi të kalojnë. Ata që janë mi çik tru nuk kalojnë. Po ndoshta nxitojnë apo nuk justifikojnë? Jo, nuk ka pse me nxitu. Pse? Sa minuta bon atje, sa minuta bon këtu. Kur tha i plaku motit, biri gjatë që ti je gjallë, e shkurt qitë. Rrugët problematike janë autostrada Lushnje-Fier, Rogozhin-Lushnje, bypassi Fierit dhe Levan-Tepelen. Në të gjithë gjatësinë e rrugëve ka mbikalime dhe nënkalime, por shumë banorë të zonave i neglizhojnë për të arritur më shpejt në anën tjetër të rrugës, duke rrezikuar jetën e tyre dhe të frekuentuesve të tjerë të aksit rrugor.